Këta skuthët, për shembull, zoti Berisha i ka të evidentuar, se evidentohen skuthët. Sepse kuptohen qëndrimet, majnë qëndrimet dhe më ndyzume, qëndrime jo, ose kanë majtë qëndrime edhe më përpara, për shembull, ja, se do t'jetë do konkretizimin. Për shembull, një nga këto skuthët që pret, për shembull, mund t'jetë fare mirë Gazbardhi, ja, sepse ky është më i dekonspiruari. Dhe ai rri aty, për shembull, është një njeri pa shtyllë kurrizore, sepse ka deklaruar gjëra në kundërshtim me vetveten disa herë, dhe rri aty thot një ditë bukur do largohet zoti Berisha dhe unë do jem një eksponent i rëndësishëm i kësaj partie. Po kjo nuk është forma e bërit politik. Po, por Gazmend nuk ishte nga ata që zoti Berisha janë driti faqe në 11 maj. Me rezultat. Po edhe pse zoti Berisha janë driti faqen vetët që t'janë drit gazi këtij? Se këto shkojnë për inerci, duhet janë ndri edhe ai. Flasim për drejtuesin politik të Fierit, mund të flasim për të moralizotin, mund të flasim për Luciano Boçin në Shkodër. Do të thënë, janë ata që Berisha i besojnë drejtimin e qarqeve. Po pse si do i ndrinin që në momentin që ata kanë ushtrit shpartalluar, pse drejt për kuptohet që është edhe përgjegjësia e zotit Bardhi, se normalisht që kanë po përgjegjësi humbjet nuk janë individuale, humbjet nuk janë vetëm individuale, po janë humbje edhe ato gjithë si kolektiv kanë përgjegjësi.